Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi duke folur për të dhënat e fundit të Inspektoratit Shtetëror të Tregut për rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore. Paralajmëroi masa rigoroze për tregtarët nëse siç tha ai, pas publikimit të dhënave nga enti shtetëror i statistikave, konstatohet se rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka vazhduar edhe në muajin qershor me tempon e njëjtë si në muajin maj. Ditëve në vijim presim që të na vijë raporti për çmimet edhe për muajin qershor, i presim edhe të dhënat nga enti shtetëror i statistikave. Kur do t'i bashkojmë të dhënat nga ato dy palët, do të analizojmë se si kanë qenë veprimet e shitësve, prodhuesve dhe distributorëve, por e përsëris se nëse konstatohet rritje enorme e çmimeve të produkteve ushqimore, do të marrim masa më rigoroze, ose do të shkojmë me përqindje më të ulët të kufizimit, ose do të përfshijmë të gjitha produktet. Durmishi më tej tha se gjatë muajit maj të dhënat e Inspektoratit Shtetëror kanë treguar se çmimet janë rritur nga 3% deri në 25%. Tek produktet të cilët kemi pasur marrë kufizuese deri në 5%, çmimet janë rritur nga 3 deri në 7%. Produktet që kanë pasur marrë deri në 10%, si mishi, sheqeri dhe të tjera, rritja ka qenë nga 10 deri në 15%, dhe produktet që kishin marrë prej 15%, si pemët dhe perimet, rritja e çmimit është bërë nga 15 deri në 25%. Nëse kjo rritje vazhdon edhe në qershor, do të marrim masa më rigoroze për tregtarët, prodhuesit dhe distributorët, të cilët kanë vepruar në mënyrë të paarsyeshme, duke rritur çmimet në mënyrë enorme, tha Durmishi.